Shumë faleminderit që u kujdese për Lukasin. Jam në turnin e tretë këtë javë dhe mu desh ta kaloja gjithë pasditën te spitali. Gjëja e fundit që doja të bëja ishte të të kërkoja një nder. Nuk ka asnjë problem. Lukasi, ai nuk ka qenë mirë sot. Do të sigurohem që të flas me të. Të faleminderit. Ajo që po shikon është një artefakt antik që të mbron kundër trollëve të këqij. Mua ma ka dhënë gjyshi, por vetëm një herë më përgatitën që ta besoj atë. Por ti je i përgatitur ta besosh, Lukas? Ke karikues? Çfarë ishte kjo? Karikues, e di për telefonin. Kam një telefon. Dëshiron të telefonosh dikë? Ditë e keqe? Nuk dua të flas për këtë. Ky është guraleci i durimit. Të lutem mos më lexo për ralla. Ti tani sapo më kujtove një prallë. E dia. Kjo është një histori për durimin dhe vendosmërinë në tokën e keqbërësve diellëzor, për binshave të pyllit, maleve që ecin dhe princeshave të reja që kërkojnë të vërtetojnë aftësitë. Kjo prallë e bishtit zhvillohet në kohët antike, në një vend ku nuk ka shkelur askush. Një botë magjike që do të ndryshonte përgjithmonë nga një princ i vogël i veçantë që quhej Trim. Më falni, po kalon trolli. Trim! Më fal, jam vonë për vrapin në ndjell. S'kemi aty. Hey! S'kemi. Forca djema, gara do të filloj tani. Do të jetë gara mirë. Bukur, do jemi atje. Kjo kushton 5 boqe, shoku. Pulat fluturojnë dhe bretkosat mund të vrapojnë. Na jep fuqin e diellit. Po e del mirë, Freja. Magjia e pare trajnimit tëndë. Është... mendoj se nuk duhet të ndodhte kjo. Sa tropeshk. Ishim te faqja e gabuar. Fraja, eja pra, babi do të garoj sërish. Me qëra fjala ke diska në fytyrën tënde. Faleminderit. Ej, më falni, ndjes. Kam punë mbretërore. Gati pra për të fluturuar, bret i vogël? Si gjithmonë. Ej, si gru që të jep pak. Ha! Ja pa! Tani, çdo vit, vetëm trollët më të fortë të qytetit të tyre konkuronin për të parë kush do ishte mbreti. Dhe për ta bërë këtë, përballeshin me armikun e tyre më të rrezikshëm.
diellin. Ose si që pëlqen të ta quajnë. Djeli! Po piqem! Por kishte një troll që ishte përveç të tjerëve. Ai ishte një luftëtar. Ishte një mbret shumë gjigant. Dhe ishte gjithashtu babai i Trimit. Mbreti Grom! Mbreti Grom! Ej, mami! Çfarë humba? Babain tënd duke bërë atë që di të bëj më mirë, Trim. Të fitoj. Mund ta thuash edhe kështu. Jepi, babi! S'kemi, Trim. S'kemi djema? Stollator rollakët. Ej, po flet edhe për ty. Ja ku që nga gjysmë gur? Mund t'ulesh te vendi im. Jepi pra. Faleminderit, Todd. Pse nuk has një gjyrë vjollësun? Sepse është e martë, gjyshi. Oh, tani e kuptova, po. Po ti, pse nuk po vrapon këtë vit, Trevor? Më shumë se gjithçka në këtë botë, Trimi donte të bashkohej vrapit të diellit. Gjithsesi, ai nuk mundej sepse Babi thot që nuk jam mjaftueshëm i rritur. Trim, forca! Po shkojnë te kanioni! Kthehemi me një herë. Juhu! Dhe ata rrezikonin jetën për një arsye të mirë, për të qenë madhështor, suprem, të fuqishëm, të ishin mbreti i Airvodit. Dhe ai që donte të ishte mbret më shumë se mbreti Grom, ishte Grimeri. Hej, kushëriri yt nuk është shumë i sjellshëm, Trim. Ej, ajo është kushëriri i dytë. Nuk është tek trungu. Dhe i vetmi troll që donte që të fitonte Grimeri ishte nëna e tij e ëmbël, nëna Sherife. Jo këtë herë, Grom. Ej, e pa drejt. Ku është babi? Unë do t'ja dal. Do t'jem unë mbreti. Ha? Vazhdo kështu, babi. Po, ndoshta vitin tjetër. Mjaft u mërzite, kushëri. Fitoi trolli më i fort. Kjo është e gjitha. Që të gjithë, buz qeshli! Gëzuar! Kampioni dhe mbreti i Airvodit. 10 vrapime dielli dhe vazhdon akoma. Zonja dhe zotërin trolla. Mbreti Grom! S'është fantastike, Trim? Po, magjike. Do fitojmë herën tjetër, kampion, siç është dhe ajo shpreha e 23-ta e vërteta. Vendin e dytë mort, gjithë jetën i dyti. Vendin e dytë në përtypjen e trungut. Vendin e dytë në lojrat olimpike. E gjithë jeta ime ka qenë herën tjetër. Dhe e gjitha për fajin e tij. E po, kur shikon anën e mirë, je i parë në listën e humbsëve. Vendi i dytë është pif. Pse e kanë qef më shumë se unë? Përse? Kjo nuk është e drejtë. Hej, porosita buk me myk apo jo? Po e ruaj për mbretin, sepse është e
I duhet më shumë krip. Trim, eja këtu! Mbreti Grom! Trim! Gjoli, mori gujnë e ti të parë sot! Boqe për mendimet e tua, djalosh I madh? Ishte gare mirë këtë vit, a? Babi, Po birë. mund të garoj dhe unë herën tjetër të lutem? Trim, gara nuk është çka, mund të vritesh shumë keq. Jo, e kemi diskutuar këtë. Por babi, u lodha duke ndenjur në tavolinën e bebeve. U lodha duke qëndruar në përcepa. Në detin lindor. Po çfarë historie është kjo? Princesha u ringjall si një zog I zi me kthetra të kuqe, por gjithmonë me një gur ose një deg në gojën e saj. Ajo donte të mbushte oqeanin e madh lindor që asnjë tjetër të mos pësonte fatin e saj. Në rregull, mjaft, mbaroj koha. Me një gur në këmbë, këtë po thua, duhet të jetë një jetë e tërë. Nuk e besoj. Pikërisht, princesha ishte e përgatitur të punonte përgjithmonë pa ndaluar për të arritur synimin e saj. Ky është mësimi I saj për ne Trim, durim dhe vendosmëri. Ti ke një të ardhme të madhe përpara teje, dhe bota mund të jetë e frikshme. Unë jam këtu për të mbrojtur, ashtu si që mbroj fshatin. Kjo pra është përgjegjësia e një të rrituri. Dhe të qenit I rritur nuk është vetëm qejf dhe lojra. Grom! Qefi dhe lojtarë do të filloj tani! Do të jetë fantastike! Gromi! Gromi! Më thuaj gë! Më thuaj rë! Më thuaj Imer! Forca, mund ta bësh këtë, djali i madh. Forca! Padhimbje s'ka fitore! Padhimbje s'ka kuror! Bëjmë të mirë, djalosh! Le ta bëjmë këta! Përgatita të pëlqyerën të dhe voglushim. Rëshirë peme me copë kërmili. Ma! Jo kur jam duke bërë servitje! Ti e di që duhet të trajtohem për garën e radhës, apo jo? Ore ti, more I natëshori keq. Po I lë këtu më mirë. Do shkoj për shëtitjet e mëngjesit. Forca pjeshk! Faleminderit, zonja Shë! Wow, je me nerva! Je akoma I mërzitur për garën? Gjithmonë unë I dyti për fajta ati, mbreti Grom. Mbreti Grom, që s'ka për mbretin Grom. Baba, ti po që ishe një mbret, I logjikshëm dhe me karakter mendor gjithashtu. Jo si unë. Të gjithë e donin mosht. Të gjithë trollët në ervot e donin atë. Dhe kur në vendin e dytë. Më falë shumë, baba.
E të shënderova emrin e sherifëve. Unë jam një dështak I paaft. Një troll që nuk I hyn në punë asnjë njeriu? Mendoj se kam një ide, Mort. Shumë emocionues, zotëri. Nuk po I ndjej majat e gishtave. Do ta heqim qafën mbretin Grom një herë për gjithmonë. Gromin, por ai është më I fuqishmi në fshat. Pikërisht, por Pixi është shumë më I fortë. Pixi? Por pse duhet të shkoj Gromi te pylli I ndaluar? E thjesht, na duhet karemi I dur, vetëm kaq. Je I sigurt që babi më tha që kjo ishte në rregull? Trim, ai mu përgjërua që ta bëja këtë gjë. Ai tha që është shumë I zënë sonte. Tha që e meriton. Tha diçka të tipit, e di që tashmë je gati. Vërtet? Në rregull. Më kujtohet vrapi im I parë. Isha më I vogël se ti, sigurisht. Nuk e ktheva kur kokën pas. Po, as unë s'kam plan të kthej kokën pas. Po! As unë, Trim. Sigurisht që as unë. Wow! Mos harro muskuj të Lars. Do t'jetë madhështore madhëria juaj. Grom! Grim, nëse kjo ka lidhje me pemët me erë, ke zgjedhur një çast. Trimi, është në pyllin e ndaluar. Nuk e ndalova dot këtë gjë. Trim! 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 Ti shko në veri, unë do të mbuloj. Ide e mirë, Grime. Dhe bëj syt 4 për kurset e Pixit. Jo, e mirë. Babi? Babi, jemi në pyllin e ndaluar, me Pixin. Po, e vërtet. Por kjo nuk ka të krahasuar me të lashet ku je futur. Tani le të shkojmë në shtëpi. Por babi! Por asgjë, të thash që të largohemi. Oh, jo. Çfarë është? Kursi Pixit! Babi! Pixi? Trim, duhet të largosh nga këtu! Asnjëherë, nuk do të largohem pa ty. Pas një pemë të zhurmëshme atje te. Do marrë gjithë për të mbrojtur nga dielli. Jo, Trim! Do kthehemi shpejt, babi.
Kjo është akoma më mirë nga sa e imagjinova. Grom, je mirë? Grimer, fal zotit. Shpejt, më ndihmo të shpëtoj. Nuk kemi shumë kohë. Sigurisht, mbreti im i dashur. Dhe ja pra, kështu duhet. Grimer, çfarë je duke bërë? Oh, mos, më duket se do t'jetë vap. Më fal, më duket se trolli më i fort, më i zgjuar, më i bukur dhe më i mirë fitoi sonte, kushuriri im. Grom! Bobby? Bobby? Pixie? Numri 1. Trollët ishin të gjithë të mërzitur kur pan Gromin si statuj. Por askush më shumë se sa mbretresha Guld. Grimer ju tregoi për kurthin, dhe si ai ju përpoq ta shpëtonte Gromin me trimëri. Por jo të gjithë e besuan aq lehtë. Grimer gënjeu që trimi shkaktoi vdekjen e Gromit dhe ja mbathi nga Ervodi. Dhe tani Grimeri do t'ishte mbreti deri në vrapimin tjetër të diellit, një garë të cilën ai do të sigurohej që të mos ndodhte kurrë. Dhe pavarësisht përpjekjeve të tyre, fshati nuk mundi ta kundërshtonte. Grimeri ishte mbreti i tyre i ri. Por për trimin, aventura e tij sapo kishte filluar. Kush është aty? Fraja? Po si më gjete? Magji vendodhje. Hey! Oh, ç'të gjeti kështu? Duhet më besoni, nuk e bëra unë. Po, e dim. Prandaj jemi këtu. Jemi me ty, Trim. Plus, ne kemi 2 koka, edhe 2 koka janë më mirë se sa 1. E po nuk është ky kuptimi. Jam i sigurt që po. E po unë jam i sigurt që jo. Po çfarë ka? Na. Si ndihesh? Nuk e di Fraja. Nuk e di fare çfarë të bëj. Mos u shqetëso, unë e kam një plan. Wow. Të vali gjysmë guri për këtë? Këtë? Oh, unë jam orahua, në rregull? Shiko, ai po më mëson që të bëj orakull si ai. Unë thjesht po bëj disa studime në terren, kjo është e gjitha. Po ashtu. Po tani çfarë?
Nuk e di akoma, por mendoj se e di kë mund të pyesim. Në rregull pra, lëvizni! Lëvizni të gjithë! Lëvizni more të shtok! Sendet vetjake do të gjiten lart, të gjitha gjërat e bukura zbresin poshtë! Zonja edhe zotërin, dëgjoni! Jam I lumtur të prezantoj shokun tim edhe tuajin bashk. Është një djali papar troll për kokën e trollit. Mort! Mbreti Grimer! Mendoj se është koha të shkojmë tek kështjella Mort. Me njëherë, madhështia juaj? Dikush të më sjell një peshqir. Më sjellni një peshqir. Gjysë më gur, kjo është e tmerrshme. Jam shumë e shqetësuar për trimin. Mendon se është mirë. Jam I sigurt që do të jetë mirë, madhëria juaj. Jeni shumë I mirë. Mendoj se I njoh dikë që mund të na ndihmojë. Fraja, unë them, të kthehemi në fshat, të pushtemi atë kështjellën dhe I themi atyre të vërtetën. Grimeri gënjeu. Kam një ndjesi që Grimeri dhe ndjeksat e tij nuk do ta lejojnë këtë. Pra çfarë të bëjmë ne? Ai është shndruar në gur tashmë. Ka vdekur. Ne jemi akoma gjallë. Shiko, e di që duket e keqe, por të thash, po përpiqem për këtë. Kapëm krimba për ju, Fraja. Si sta I kërkove? 17. Këta unë e quaj djam. Është supkja? Sup është, por si që thash, nuk është për ju. E po, nëse nuk është për ne, atëherë për kë është, shoqe? Çfarë është kjo? Erdhi koha. Koha për çfarë? Koha për tautin. Fantastike. Çfarë është tauti? Janë shtriqet gjatë gjithë kohës çdo natë. Tauti është një orakull. Si gjysmë guri? Mund ta thuash dhe këtë. Është Pixi. Unë e dija këtë. Nuk është Pixi. Jemi të vdekur. Të ngjatë jeta, fëmijë. Sa të shishëm dukeni. Por, pyetja është, cili nga ju do t'i jetë ëmbëlsira? Ky ishte piperi I zi? Ashtu është, po. E di askush nuk përdor më piper të zi kokër. Më mungon në fakt. Faleminderit. Jam shumë e lumtur që e vurere. Më quajnë Fraja dhe ky është shoku im Trimi. Dhe këta janë Torollaku 1 dhe Torollaku 2. Përshëndetje. Të më falesh, por çfarë po ndodh këtu, se nuk po e kuptoj dot. Ajo që po ndodh është, unë jam një tauti, orakulli I pyllit të ndaluar. Shikoni, ju bët supën, unë e ëngra supën, tani duhet ju tregoj një profeci, bada bing, bada bum. Si është gjyshi yt zemër? A është mirë? Thuaj që më detyrot një darkë tjetër. Në rregull, le të filloj shfaqja tani, me kë do të merrem unë? Mua? Mendoj? Ti je shumë I mirë. Mos je djali I mbretit Grom? Ai jam? Ose isha? Të vdekshme, t'jeni gjithmonë kaq pesimist. Kam qenë duke të pritur, bukur roshim. Vërtet? Sigurisht që po, thjesht më lër të bëj punën time. Shumë bukur, pra le të fillojmë. 3 diej dhe 3 hëna, derisa nuk shbën dot magjin. Gjej Pixin me shpejtësinë e krave dhe kthej boshtin mbretit të madh. Wow,
vërtetin përpara se të bjerë petalja e fundit, por vetëm i zgjedhuri mund t'i shpëtoj që të gjithë, të gjithë, të gjithë, të gjithë, të gjithë, të gjithë, të gjithë. Seriozisht asgjë? Po unë sa po thash gjitha to fjalë të bukura, i gjeta të gjitha, apo jo? Unë i shpika që të gjitha. Ja tani, nga mendja ime. Ti e i zgjedhur i djaloshi, supozohet të bësh diçka fantastike. Nuk flet shumë, apo jo? Të gjejmë bisin e mbretit Grom dhe ta bashkoj me to për 3 ditë ose do jetë për gjithmonë gur. Mendoj se do të humbasim një petale në ditë. Kjo këtu, ajo më kupton. Më bëhet shumë qefi zebre vogël. Shiko, të doja të besoja të përrallat. Jam thjesht një fëmijë. Babi im ka vdekur. Edhe nëse gjithë kjo është e vërtet, së mund të rikthej unë. Në rregull, ja si është puna. Bishtin e babit tënd po e mban Pixi. Pixi? Po thua që bishtin e babit e ka Pixi? Po, ajo është pak trazovate, mund ta themi kështu. Pra, keni dëgjuar për të? Kryesisht pjesën që ka troll? Po, kjo është pjesa më e bukur që mund të mbash mend. A jemi në rregull atëherë? I zgjedhuri dhe moçali dëshpërimit që luftojnë deri në vdekje me atë gjë? Po, merremi neve këtë. Ah, fantastike atëherë, pra. Paçi fot. Çfarë bët kështu? E dini si të shkojmë te moçali i dëshpërimit? Çfarë quan di? Kjo është fantastike. Çfarë? Kam një nevojë patologjike për të bërë gjithmonë sikur e di përgjigjen. E po ti nuk e di tani, apo jo? Është një sëmundje. Thjesht kthej mbrapsht dhe do e pyesim sërish. Unë nuk i kam më përbërsi, ti trubosh. Sa e vështirë është të gjesh krima të tjerë. Forca Dima, duhet të shkojmë. Po pra, pse nuk gjen dot? Më falë, çfarë the ti? Do ta marr bishtin e babit nga Pixi dhe do ta kthejmë përpara 3 hënëve. Sa për të qeshur? Unë të betohem që sa po the që do të luftojmë me Pixin për bishtin. Sa për të qeshur, trim. Unë do të shkoj. Ne kemi 3 ditë kohë dhe do të shkoj vetëm nëse është nevoja. Por ai është thjesht një bisht. Është bishti i babit tim. Po si do të shkojmë ne atje? Do ta marrim hap pas hapi. Jam dakord. Mos na lini vetëm. Grimeri është fantastik. Grimeri është mahnitës. Grimeri është mbreti më i miri të gjitha kohërave. Grimeri është shumë bukurosh. Grimeri është plotësisht i atashëm. Grimeri ka trupin e një zoti. Unë kam gjithçka, mort. Kam një kështjell, një kuror, muskuj që janë të pabesueshëm. I e vërtet mahnite, zotri. Por pse nuk më duan, a? Pse nuk më duan ashtu si shdeshën Gromin? Sepse ty nuk mund të të duash. Mos më njos, madhëria juaj, të gjithë këta trollët. Edhe nëse muskujt e Gromit janë më të mëdha, ka mbretëresh Guldin për grua. I ka flokët më të bukur, është më atletik dhe i sjellshëm dhe ka një aromë shumë të mirë. Mort! Ej, zotri! Sa po më erdhi një ide. Pse po më shikon ashtu? Wow. Përshëndetje. Nuk dua që t'ju prish humorin, por askush nuk lejohet që ta kaloj këtë pikë. Asnjëherë. Oh, ja. Pyesni atë djalin. Është fat i keq të shohësh diçka të tillë, shoku. Ma duket se dikush ka ndenjur shumë në diell. Le ta bëjmë këtë. Yin-Yang! Bashka! Sonte, vëllezrit e mi troll, jemi këtu për një mision. Jemi këtu për ti gjetur Grimerit një mbretëresh!
Grimrit një mbretëresh! Po! Konkurrentja e parë është Hilgrethi, me ergoje të tmerrshme. Ajo ka 30 lysa të dukshëm. A ka të tjera? Ajo nuk do ta tregoj kurrë. Kështu besoj. Asaj djersin këmbët dhe i bën vetë rrobat e saj. Dua trokit e bërë, zonjën Shafin Ktajs. Karpini! Dhe konkurrentja e fundit, konkurrentja numër 3. Ajo është një aligatore në moçal dhe një përtatse në përpem. Sonte, le të dëgjojmë pak duar trokitje për Torgalinën, trollën e terrorit me 12 sklopa. Jedele. Ti më plotëson. Trollja numër 1. Çfarë konsideron një tipar të mirë te trollët ti për shembull? Duhet të them sjellja, nëse sillet mirë nuk dua ta shoh më fare. Dua të them cili troll nuk gromësin dot. Kam të drejtë. Disa thonë që është e vendosur të gjej bishtin e një trolli që të kthehet në Ervod. Dhe më në fund të hakmerret. Të tjerë thonë që i pëlqen shija e gjakut të trollëve, pret me padurin për pren e radhës. Hiqi qafe! Ma largo! Oh, ja! Let's go! Ka shumë gjuhë! Oh, moça! Bim! Ju lutem! Ej, Guld, ne di që nuk kemi qenë shumë të afërt që kur kemi qenë fëmijë, por tani që Gromi është një statuj, a dëshiron që të martohesh me mua? Ha, pra si thua? Oh, je një poet, Grimer. Oh, gjysmë gur. Mendon vërtet se mund ta gjejmë trimin? Sigurisht, madhëria juaj. Ndje mirë kur kthehem në punë. Kush guxon të të rastë madhërishmen? Gjysmë gur? Ti e? Çfarë po më shohin syt, sa mirë që po të takoj. Ç'kemi Tauti, si ke kaluar? Dukesh e shëndetshme. Gjërat kanë qenë shumë të qeta, pak nga kjo, pak nga ajo, siç e di. Çfarë është ajo që ndodhi gjatë drekës ti mashtruesi keq, a? E di, do të tash përblej të premtoj. Ky djali, studentimi para pëlqyer. Çfarë mund të bëj për ty pra? Po, bashkëshorti im. Mbreti Grom, po. Më vjen keq për humbjen tënde, zemër. Unë jam Tauti, harrove ti. Oh, besoj ke të drejtë. Djali ytë është vërtet bukurash. Ti e di se ku është trimi? Po, ajo e dashura ti guximtare dhe 2 torollak binjak. Oh, jo. Oh, zemër, mos u mërzit kaq, është një fëmijë mirë. Sidomos si zgjedhur që është. Zakonisht janë shumë të poshtër. I zgjedhur? Profecia. Trimi është në kërkim të ndrejtjes së gabimeve. Por ai është thjesht një fëmijë. Ai do të përmbush profecinë nëse ne kemi besim, mbretëreshe dashur.
Dhe tirania e Grimeri do të marrë fund. Në rregull. E po, duhet të iki. Të ha ndonjë gjë të mirë. Ka mjaftueshëm për 2. E vlerësoj shumë këtë tauti. Ndoshta herën tjetër. E po, si të duash. Por do t'i jem duke të pritur, ë? Oh, gjysë më gur. Lam të mirë, mbreti Grimer. Hej! Kush është aty? Më duket se sa po të arrim urën e mallkuar, duhet të jemi shumë afër Piksit. Hej, Fraja, kjo ura e mallkimit nuk është një emër ironik, apo jo? Nuk mendoj ashtu. Përsa? Sepse kjo është shumë e mallkuar. Ura e mallkuar. Ky pyll ka nevojë për emra më të lumtur. Seriozisht, po çfarë nuk shko me urën e lumturisë? E po, do kalojmë këtë edhe jemi në shtëpi. Le të shkojmë pra. Po! Nuk është gjë e mirë. Po çfarë bët kështu? Nuk e di kur se çfarë bëj. Është një sëmundje. Jo fytyrat. Ja përse nuk bëj kur projekte në grup në shkollë. Dalo! Çfarë po bani more? Ky është mbreti Grimer, të paft. E drejt. Po, duket shumë më i madh se në foto, jam i sigurt. Largoni që këto. Ndjes madhëria juaj. Mora kutimin të rendisja disa ligje të reja që do të ndihmojnë të marrësh dashurinë dhe përkushtimin që të gjithë e dim që e meriton. Grimer, mos bindja ndaj tyre do të çojë në burgosje të menjëhershme në rrotën e mundimit. Emri ishte ideja ime. Mort, kjo është qesharake. Më pëlqen shumë. Vazhdo. Kemi miratuar ligje të reja sigurie dhe besnikërie që kur i ke ti. Dhe rivendosëm rrotën e ujit të lumit për ta bërë godin riedukimi. Ju e doni Grimerin. Grimeri mund t'ju doj ose jo. Kjo nuk ka rëndësi tani. Kush e do Grimerin? Vazhdoni të ecni. Ligjet përfshin, por nuk kufizohen me ndalimin e vrapit të diellit. Mbret për gjithmonë, madhëria juaj. Ajo që duhet të bëni është të frymosni këtu. Kjo është shumë e mirë, Mort. Shumë e mirë. Jam i lumtur që e miraton, sotri. Si po shkoni gjitha? Mund të jetë më mirë. E bo, ja edhe 2 të tjerë. Dhe të mendosh se mund të kishe edhe të tjera. Hidhini tek rrota. Përgatit katapult kryesor, Mort. Duhet të mbroj Fronin dhe t'i jap një mësim princit të vogël. Do të më pëlqesh, Hervod. Të pëlqen apo nuk të pëlqen? Kush është aty? Tregoje kush je. Tregoje pra kush je. Do të bëj të baguash. Çfarë? E thash kot. Asa ti matë që n'kan 3 të tillë. Ne nuk kemi pasur kur 3. Teknikisht 3,5. Po ju paralajmëroj. Nuk do të mbaj përgjegjësi për veprimet e mia. Shikoni, ai vogli mendon se është i fortë. Sa i janë dhurnueshëm. Në rregull, mirë, dakord. Le ta bëjmë këtë, vajza. Kush jeni ju? Ne jemi Triana! Haba. Dhe ne jemi trollet e roja të kësaj ure plotësisht të mahnitshme. Trimi, të lutem të mos bëjmë asgjë shumë. Bukur, unë jam Trimi dhe këtë shokuar. Do të kalojmë murën, po përpiqemi të marrim bishin e babit që ta kthejë trupi i tij që është kthyer në gur nga dielli. Piksi e ka atë. Dhe nëse e kthejmë për 3 net, ai mund na kthejë një jetë. Kjo është një ngjarje shumë e ndërlikuar. Kujdes thua. Konferencë motrave. Në rregull. Pra, do t'ju lejojmë të luani. 1 gjëgjës. 3 përgjigje.
Po përgjigjet sakt. Ju lejohet të kaloni urën. Dhe nëse nuk e gjejmë, Pastaj do takoni qenushin ton. Dimplin. Ai, duket fantastik. Ajo duket fantastike. Le të luajmë! Kjo është shumë argëtuese, Djema. Në rregull, pra, mirë se erdhët e shfaqja jon, edhe këto fjalët gati për gjëgjën tuaj. Ato janë përndesha. Shumë më kanë dëgjuar, por askush nuk më ka parë. Dhe nuk do të flas nëse ti nuk më flet. Kush jam unë? 42. Biskota. Jo, asgjë. mos u as edhe një gjë. Më dëgjon? Nuk më se. Jo. Pra tani praja. Mendo. Çfarë është se jeni kaq të vetmuara? Kjo nuk është përgjigje, kjo është pyetje, mjaft më ushtrove presion. Askush nuk na bën ne pyetje. Jemi ne ato që bëjmë pyetjet këtu. E di këtë, prisni. E po unë thjesht do të dija si jeni kaq të vetmuara. O, zoti ma, sa i sjellshëm je që na pyete? Seriozisht, askush nuk na pyet ne. Nga e di. Keni të gjitha lodrat atje, duket sikur nuk i keni prekur prej vitesh. Kuptoj që ose nuk ju përkasin ju, ose nuk keni askëm me të cilin të luani. Kam perenca e motrave? Me që ju dje ma u treguat kaq të sjellshëm, duam t'ju lejojmë që ta kaloni urën. Pa! Qipe gujën, Dimple! Këta janë trolla të mirë të dish! Po. Wow, faleminderit. Nuk është problemi mafjo, është thjesht një loj koti. Pat me pjesën tjetër të udhëtimit. Faleminderit për kohën tuaj. Trim, le të shkojmë. Prisni një sekond, shok. Ne kemi edhe diçka tjetër për të bërë. Në rregull, Djema, forca, profecia, kemi një betejë deri në vdekje. E po, nëse shkoni djathtas pasi të kaloni urën, mund të ndiqni rrugën e shkurtër nga kanioni. Ka një rrugë të shkurtër? Do t'ju shkurtoj gjysmën e kohës. Më e pakta që mund të bëjmë. Faleminderit që gjetët kohën për ne. Shok. Mirupafshim. Pacifat me betejën me Pixin. Krehuni shpejt. Jam e sigurt që nuk do t'ju hajë të gjithëve. Do të kthehemi. Prit, çfarë? Oh, një jehon. Çfarë? Ajo që dëgjohet, por nuk flitet. Flet vetëm kur i flasin. Një jehon. Jo. Më poshtë! Më poshtë! Më poshtë! Zotëri, a je i sigurt që dëshiron ta bësh këtë? I vetmi troll që mund të mbjetoj një hedhje kaq të madhe është I meri, ti, sigurisht ti. Të solla dregën shpirti. Faleminderit, ma! Mort! Le të fillojmë! Oh, Trim.
Ajo më do. Ajo më do mua. Ajo më do mua. Ajo më do mua. Ky nuk është një vend i lumtur. Ajo më do mua. E po me emër si kanioni i tragjedis, nuk prisja që të ishte ndryshe Trim. Filluam prap me emrat. Ajo më do mua. Djema! Prapsu! Djema! Sprapsuni! Po, nuk do të bëjmë që. Hej, ti e mensura! Ke ndonjë gjë tek pergamena magjike për këtë? Kam bërë disa magji graviteti me peshë të ullët me një gjysmë gur, por kjo është pak më shumë se një boce. Graviteti është gravitet. Të fillojmë shfaqjen. Mund t'je dalësh Fraja. Provoj një herë. Në ndihmo, Zoti i Madh dhe i zgjuar. Në ndihmo, ngrihu, ngrihu, ngrihu! Fraja, çfarë nuk shkon? Ishte përpjekje e mirë. Nuk e bëj dot, Trim. Nuk mundem. Të mora në këtë udhëtim dhe tani kemi ngecur. Nuk kemi si t'i lëvizim këto. E dija që nuk isha gati. Ma vjen keq. Nuk ka gjë Fraja, të ta gjejmë diçka. Ndoshta nuk duhet të lëvizim malin. Ndoshta du të lëvizim guralecët një nga një. Kam besim te ti Fraja. E po, ndoshta mund të ketë diçka. Ju Djema duhet të largoheni pak për këtë. S'ka mundësi! Vazhdojmë kështu! Tani të më falni pak mua, graviteti është gravitet. Jepi Fraja! Ti ja dole! Ura! Faleminderit, faleminderit! Dëshironi të vazhdoni tani? Sigurisht që dua. Le të shkojmë shok? I duket e njohur? Mendo se dikush është këtu? Besoj se ky është moçali i dëshpërimit. Sigurisht që është. Nuk e di në... E dëgjon këtë? Është kaq e bukur. Nëse ju pëlqejnë këto gjëra. Shumë e bukur. Shok, prisni! Shumë e bukur. Çfarë është ky vend?
Nuk e di, mendoj se është një ndërtesë e errët dhe e frikshme në mes të moçalit të frikshëm të dëshpërimit. Bukur. Vrava gishtin! Çfarë ishte kjo? Ndoshta dy të hapësh pak dritën. Ide shumë e mirë. Po, pa dyshim, po ndeshëm dëshpërime këtu në këtë qast. Jemi të vdekur! Trim! Supozohet të kërcejmë! Supozohet të tremesh nga frika, mori pa mend! Që të gjithë, ruani qetësinë. Trim! Jam shumë simpatik për të vdekur! Ai është bishti babit tim! Ti, librin, çfarë magjie mund të bësh? Si do ta mundim këtë gjën? Mund të kthej myshkun e moçalit në Livando. E për çfarë na shërben ajo, ne? Kam vetëm një muaj që merrem me këtë gjë, mos fillo dhe ti tani. Ndë thash që duhet të ishim bërë dentist. Oh, jo. Çfarë po thot? Dikush ka gjetur ritmin e tij të trollit. Ai djalë po që ka lëvizje. Kurse dinte, jepi Trim! Lëvizje të bukura, Trim! Nga i di si ta bëj atë? Nuk e di.
Ti do bishtin, apo jo? E po nuk ta jap dot. Trim, të ka ikur mendja! Nëse historitë janë të vërteta, ti mendon se ky bishti do të rikthente shpirtin. Ti bëje trollët të pëlqenin. Kur nuk ndodhi asgjë, me siguri ti unë e vrikose, apo jo? Ja se çfarë mendoj unë. Nëse i një troll i mirë, nëse ke një shpirt të mirë, kjo gjë është brenda teje dhe një bisht nuk e ndryshon këtë. Më duhet bishti për të rikthyer në jetë dikë që e dua. Por pasi ta bëj, nëse dëshiron akoma, do të më pëlqente të kthesha dhe të luaja pak më shumë me ty. Çfarë humbëm ne? Mos. Forsa Dima, nxitoni. Çfarë? Po talleni me mua? Unë nuk e di se çfarë ndodhi, Trim. Ne duhet kemi ndjekur rrugën e gabuar. Nuk e di. Më vjen keq. Nuk do arrim kurrë në kohë. Babi im do të jetë gur për gjithmonë. Nuk i di, Trim. Zoti punon në mënyra të mistershme. Zoti? Nuk kemi kohë për Zotin. Na mbaroi koha. Trim, nuk është e drejtë. Më dëgjove Zot. Doja të kaloj edhe një ditë me të. Edhe një bisedë, por dua vetëm 3 fjalë. Të dua shumë, asgjë tjetër. Më vjen keq, babi. Zhvendosës toke, Trim! Zhvendosës toke! Ata eksistojnë! Jamba! Po kjo? Trimi! Faleminderit Zot. Mund të arrim aty në kohë. Pashiko, ju nuk e dini kur duhet të dorëzoheni, apo jo, fëmi? Grimmer, nuk do t'ja hedhësh kollaj. Ashtu, ë? Ashtu, ë? Çfarë po thoja? Injan! Shiko, mund të jemi torollak të papërmbajtur? Mund të bëjmë sikur jemi më shumë se sa jemi. Por ti, Trim, prej teje duam të bëhemi heronj. Unë? Po, ti! Jepi, ktheja bishtin babait tënd. Ne mund t'ja dalim. Le të shkojmë!
Faleminderit Injan. Si thua tani, djali fort? Ka një xhira? Po, nuk më duket shumë i fort. Shiko pak, merr 2 dhe paguaj 1. Do ta shijoj këtë. Nuk më kape dot. S'më kape? Nuk po ja del dot. Nuk po ja del dot. Përpjekje bukur. Përpiqu. Nuk më kape. Fluturoni bukuroshe! Mi largoni! Sa do të mërshme! Pala mashka! Mishni! Mi largoni! Ai bëri diçka të bukur! Nisu tani! Herojnë të tanë! Kjo ishte gjëja më guximtare që kemi parë ndonjëherë! Të pëlqen të kesh një vëlla? Çfarë do të bëjmë tani, Trim? Ke besim tek unë? A mendoj se po. Atëherë le të shkojmë. Janë këtu. Trim! Trimi! Vazhdoni të ecni! Jo! Jepi Trim! Ndalojeni atë fëmijën! Trim, ja ku është babit? Po shkoj. Me fuqinë e Zotit! Dhe je dënuar. Hëngra. Të kapa!
Jo. Jo. Grimer, të lutem, ndihmoje djalin tim. Juhu! Ja dole, Glimmer! Ja dole, 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 Juhu! Grimer. Grimer, 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 Grimer. Trim, Ej, babi. çfarë ndodhi? Trimi është i përzjedhuri. Jabo! Nuk e kam nëzitim të bëhem mbret. Të them të drejten, është raskapitse. Trim. Babi, Grimi, ti je bër kaq bukurosh. Grimer, më jep një arsye se përse nuk duhet të të dëboj nga arvodi për gjithmonë. Prit, çfarë të bëri djalim? Ai më la të bësh agur dhe me sa duket u bë mbret vet. Është e vërtet, Grim? Kërkoj falje mbretit Grom. Por baba! Ti je një sherif dhe sherifët kërkojnë falje. Tani kërkoj falje mbretit Grom. Më fal. Më fort! Më fal! Për çfarë? Më fal që u përpoqja të të vrisja dhe të merrja mbretërinë tënde, mbreti Grom. Dhe kjo nuk do të ndodhë më kurrë. Babi, nëse kam mësuar diçka nga kjo aventurë, është që ndoshta nuk ekzistojnë krijesa si trollet e keqinj. Ndoshta jemi ne ata që i keq kuptojmë. Atëherë falja pranohet. Ti ke një djalë Flori. E di këtë. Grom! Mbretëresa ime! Mbreti im. Pun të mirë, princi Trim. Po, janë dolën ban, apo jo? Sigurisht që po. Çfarë humbën? Po, dhe mos harroni asnjë detaj. Çfarë?
Pastaj kaluam urën e mallkuar. Ishte fantastike. Wow, duhet të shkojmë ndonjëherë. Seriozisht? Pse jo? Osdonjë. Mbreti Grom ja këtu me ju dhe është më I miri këtu. Ju të gjoj të gjithve! Ju të gjoj të gjithve! E ka trupin topa dhe e një e gjithë bota! Bum shakalaka, bum shakalaka! Këta e thash unë, eh? Duhet ta pranoj. Më pëlqen lajmëtari I qytetit. Mendoj që ta mbajmë. Hey, Grimer! Po, madhëria juaj. Edi, edhe pse shpike shumë ligje të kota, mendoj se ke gjetur një të saktë. Unë mendoj se mund të gjejmë një mënyrë më të sigurt për të zgjedhur mbretin e radhës. Ose mbretëreshën? Çfarë mund të ndodh? Dhe unë dua bukën me mishk. Forca, babi! Le ta bëjmë këtë! Vizjet të bukura birë, nga I ke mësuar. Hap pas hapi, babi. Oh, sa romantik që je. Ka që ishte? Ky ishte fundi? Çfarë ndodh më pas? A bëhet mbret Trimi? Çfarë ndodh me Piksin? Po, Trimi u bë mbret. Në fakt, mbreti troll më I ri në moshë dhe ka bërë më shumë aventura se sa mund të imagjinoj një djalosh I ri. Por kjo është një histori për një natë tjetër. A mund të ri edhe pak më shumë? Të lutem. Ja ba, Lukas. Ja ba.